Sot jemi me Rogova Hajdarmataj, një 35 vjeçare që ka një eksperiencë për të ndarë. Rogova është vetë ftuar në emision. Mendon që ka një mesazh, një historik, diçka për të treguar dhe për ndarë me gjithë ne. Rogova është nënë një djali 13 vjeçar, vjen nga Tropoja, që e ka krenari dhe patjetër do ta ketë krenari. Rogova, faleminderit që kërkove të marrësh pjesë, edhe jam i bindur që do të jetë një intervistë shumë e bukur. Gen, faleminderit ty që pranove ftesën time, edhe të uroj shumë suksese dhe sa më lart, siç e the edhe ti, jam 35 vjeçë dhe vi nga Tropoja. Kam vite, domethënë që jam shpërngulur dhe jetoj në Tiranë. Menaxhoj prej 10 vitesh një biznes privat. Kam një fëmijë normalisht 13 vjeç siç e the edhe ti dhe nuk është sfidë e vogël, sidomos tani në këtë periudhë me të. Çdo gjë domethënë mendoj që deri tani ka ardhur me shumë sakrifica deri këtu ku jemi. Do doja një historik shkurtër të ndin, që të bëjmë një parantezës, një parahyrje për pjesën e intervistës, sepse siç e di unë jam pa skenar, edhe du të krijoj një farë historiku me mendjen time që ta di edhe unë çfarë pyetje mund të bëj. Do doja një rrugtim të ndin, pak a shumë nga kur mban mend që kur i ke qenë e vogël. Të fillojmë nga ku mbaj mend, janë shumë gjëra. Jo, një gjë të shkurtër sepse dua të krijoj pak a shumë një opinion dhe të di ku të përqendrojmë bisedën. Mendoj që kjo zhvendosja domethënë ardha nga Tropoja në Tiranë ka qenë ndoshta sepse unë kam ardhur vetëm, nuk kam ardhur me familjen, kam ardhur si studente në Tiranë. Në kohën që unë njoha dhe me tim shoq, domethënë, edhe kam jetuar vetëm. Edhe ajo ndoshta ka qenë ajo periudha sepse ka qenë ndoshta edhe vitet 2009-2010 që isha vetëm edhe nuk kisha asnjë nga familjarët e mi që unë domethënë të kisha një mbështetje, të kisha një krah, por që mendoj që edhe deri aty erdhi çdo gjë okay. Pas kemi ardhur pak a shumë në të njëjtën kohë në Tiranë, unë kam ardhur në 2012 edhe unë si student, po unë jam afër, nuk jam larg, edhe besoj se janë sfidat një lloj. Ne kemi më ndryshe. Nuk kemi pse ta përdorim si term malok. Na ka ngel malok, jo se duam ta përdorim. E ma mend ditën e parë kur janë në Tiranë? Oh, si se mbaj mend. Dhe ka qenë, mund të them, një ndër ditët më të vështira, sepse në momentin që unë kam ardhur me babin tim, kam ardhur në Tiranë, jam zhvendosur në konvikt. Edhe në momentin që ka ik babi, unë kam filluar domethënë duke qarë, sepse nuk isha mësuar të jetoja vetëm. Edhe lusja babin tim të vinte të merrte, i thoja nuk e du shkollën, nuk du asnjë gjë, vetëm hajde më merr. Edhe domethënë por që kaloi pastaj ajo periudhë. Ti ke studiuar për çfarë? Ekonomikun. Ekonomia. Domethënë në qytet studenti. Dhe unë aty lart kam jetuar, po jo në konvent. Por që mirë domethënë nuk e kaloi ajo fazë. Pastaj jeta vazhdon. Unë mendoj që vitet e universitetit jeta në përgjithësi e formon njeriu, po vitet e universitetit luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe te karakteri. Se karakteri është edhe në moshë më të re, po ndikon sepse filloni shef gjërat më ndryshe. Si mendon ti për këtë? Shef gjërat më ndryshe, por mendoj që jo vetëm pjesa e shkollës. Jo, vitet e universitetit, nuk e kam studimit. Vitet e universitetit janë vendosin, por që mendoj që jeta na jep mësime më shumë se sa shkolla. Jo, na formon më shumë. Se ndoshta u shpreh gabim. Nuk e kam kuptimin vitet e studimit. Jo, vitet e studimit. Ti ke në 2009, deri kur ke marrë 5 vite, këto vite po them. Jo kohën që ti shkoje në shkollë, se nuk e di a shkoje në shkollë. Pa kam fjalën që këto vite që njeh njerëz nga gjithë Shqipëria, eksperjenca ndryshme siç tu vet, vjen nga një vend i largët edhe bram vetëm. Kjo ishte fillimi, fillimi ishte, 2 muajt e parë ishin shumë stresuese. Nuk njifja siç duhej zonat, nuk njifja rrugët, rria gjithë kohës me ankth, nuk njifja njerëzit siç njoh sot. E kupton? Po tani është çik më e thjeshtë se janë këto rrjetet sociale që kanë futur komunikimin mes njerëzve. Si një studente, besoj ti nuk e qenë e vitit 9 vjeçar, e sistemit 9 vjeçar. Jo, unë kam qenë viti i parë sistemit 9 vjeçar. Jo, kam qenë 8 vjeçarit. Ideja është do doja dia disa eksperienca, se shumë veta për shembull e bëjnë pak të frikshëm universitetin. Absolutisht. Disa veta bëjnë të vështirë, disa e bëjnë shumë të lehtë. Si është në këndvështrimin tënd? Absolutisht jo. Plus që un jam bërë nën vitin e parë të shkollës së lartë. Edhe e ke vazhduar shkollën? Dhe e kam vazhduar shkollën. Okej. Edhe për këtë falenderoj shumë, domethënë
stimat që është lart në qiell atje, që nuk më ka thënë kur mos i bëj gjërat, bëj më ka thënë. Dhe normalisht tim shoqë nuk e kam pas kur mungesë për kraje në gjithë Sa e vitet. vështirë është, shumë interesante, po më duket që në vit të parë, sa e vështirë është. Ka qenë shumë e vështirë, Gen. Tmerrësisht shumë e vështirë sepse edhe ai mentaliteti jonë domethënë që si do shkoj unë shtatzan në shkollë, si do vazhdoj unë Shkoj shtatzan në shkollë. Unë kam shkuar shtatzan në shkollë. Edhe domethënë ka qenë një periudhë, nuk mund të them e keqe, por as e mirë, sepse erdhi kështu komplet papritur. Por që prap them Zot faleminderit për gjithçka, edhe ja kam dalë domethënë. Po e thua sot këtë. Sot. Atëherë si ishte koha kur domethënë imagjinoj, ti je vit parë, 18-19 vjeç e merr vesh që je shtatzan në shkollë, sa e ke filluar se njeriu krijon ëndra kur shkon në shkollë. Absolutisht unë nuk e mendoja, unë të thash, nuk e mendoja fare, as nuk e prisja fare, as nuk e kisha planifikuar fare, domethënë që okay, në rregull, unë kisha plane që të vazhdoja shkollën, mbaroja shkollën, të ndërtohesha si njeri, edhe pastaj kismet thoja. Domethënë, ju dy kunguj në një sjellë, po pasi maj tre kunguj në një sjellë. Por që sot prap them, nuk jam, domethënë, Si është gjëja ishte më e kjo mirë që më ka koha, ndodhur. se do zgjash më shumë se 30 minuta kjo bisedë, më çfarë shoh. Si ishte kjo koha domethënë në leksione, sikletet që kishe. Absolutisht, sikletin më të madhe kam pas muajin e parë. Në momentin që unë kam marrë vesh që jam shtatzan. Ishte siklet kompleksiteti, jo shëndetësor. Jo, absolutisht, kompleksiteti, sepse nga ana shëndetësore kam qenë perfekt. Nuk kam pas asnjë lloj problemi. Po nga, domethënë, komplekse si do shkoj unë, si do e bëj unë, si do më shohin njerëzit mu. Tashi edhe shoqëria, mendoja shoqëria që kisha në shkollë, thoja tashi secili do të distancohet, askush nuk e do një gos shtatzan. E kupton, kisha të gjitha këto i kisha në kokën time, nuk është se i kishin të vërteta. Po shumica problemeve kështu vijnë nga koka jonë. Domethënë muaj i parë ishte çik problem. Pastaj nuk më ka bërë fare përshtypje, vendosa. Si ishte dita e parë që shkove në shkollë? Kush të doj, të më doj kështu, kush mos më doj. Po muajin e parë që e morë vesh, nuk besoj që dukej shtatzania. E kisha unë kompleks. Okay. E kisha unë Po kompleks. kur filloi të rritej barku pastaj, si ishte në shkollë? Jo, barku më shtrit në muajin e 8, deri në muajin e 8 se ka. Ishin pushime verore? Se ka ditë as kush fare nuk. Po pastaj domethënë pasi lindjes e vazhdove shkollën apo? E kam vazhduar sepse kam vazhduar part-time. Po, sepse kisha çunin shumë të vogël. Po ka qenë kohë atëherë që bëj part-time. Një vit e kam bërë part-time dhe pastaj e kam kthyer full-time. Kur isha unë nuk ka pas part-time. Jo, unë kam pas. Vitin e parë ishe shtatzan. Po. Lindi djali? Po. E kam vazhduar vitin e dytë part-time. Edhe vitin e tretë pastaj kam vazhduar full-time. Kam mbaruar domethënë. Djali i vogël në shtëpi. Djalin e vogël në shtëpi normalisht. Kjo që nga rast. Djalin e vogël në shtëpi, por që rast normalisht unë thash falenderoj shumë, por shumë fare tim shoq sepse ka qenë mbështetje më e madhe. Ai ka qenë shtysa që unë mos të ndaloj asnjë gjë. Po, për shembull, se mua nuk më ka ndodhur realisht. Të shoh, si më thon, është hera parë dhe po habitem sinqerisht se mendoja se kur folëm fillim, domethënë thjesht do më marr pjesë, okay, un kam atë tendencën që mos t'i them dikujt jo. Po që nga rast më vërtet për të spikat pak. Profesorat për shembull, ose zyshat, ose ku dëgjon tot më të mëdhenj mosh. Të gjithë kanë qenë suportiv. Përveç se një pedagogu të anglishtes. Edhe ai kishte këtë gjë që unë isha malësore, edhe ai kishte shumë paragjykues. Edhe mbaj mend që më ka thënë kështu. Ti s'ke për ta marrë talentën time. Ndërkohë që unë me të gjithë isha ekselent. Pse? Ai thash, për çfarë s'mund ta marr unë lëndën tënde? Më tha, është arsye personale. Arsyet personale mund t'i bësh tash me këtë duash, po jo me mua. Kam hyrë, kam dhënë provimin e tij dhe kam marrë 9 në provimin e tij. Domethënë ai po thoshte thjesht paragjykim. Thjesht paragjykimi, domethënë, edhe jam ndier shumë e fyer se mendoja, thosha, ky pse më paragjykon mua? Se kjo është rast që ndodh shpesh herë në universitet gjithë na kanë ndodhur. Edhe gjithë domethënë te pjesa e shtatzanisë mendoja, po prapse kur kisha të gjithë për krajen e të gjithëve, pedagog të tjerë, zysha të tjera, të gjithë domethënë, shoqëria të gjithë ishin suportiv. Vetëm njëri negativ ka qenë ai. Edhe un kam ngel në një provim në universitet 7 herë. Për arsye personale. Më thoshte ajo. Që i din vetëm pedagogët këto arsye personale, ne nuk dimë se çfarë. Rastësisht na doli një njohje personale mes prindërve. Edhe më thoshte më thujti mua aman, se edhe unë kam mësu. Më thujti mua aman do t'japën provimin ty. Asnjëherë. Shkonte folte ne matani thoshte që djali jot kështu, po është mendim madh. Pse isha mendim madh, se si them kësaj aman, se si duket kjo kishte problemet e veta, kupton?
Edhe këto janë raste që duhet mi godit pak në fakt se ka shumë bashkëvujtës si them unë. Fiks bashkëvujtës. Kemi vujt ne shumë me këto gjëra. bashkëvujtës. Nuk e di nëse janë vitet e sotme. Shpresoj shumë mos t'jenë se kohat kanë ndryshuar Sot se janë bëhet edhe më fjalë keq. mbi 3-14 vite. Sot janë edhe më keq. Nuk e di, nuk mund të flas pa e provu. Un kam fëmijë në shkollë vet. Jo, e kam fjalën në universitet. Absolutisht, kam fëmijë në shkollë dhe është shkollë 9 vjeçare. Po kur të kalojnë gjimnaz, sepse e bëjnë diferencën që ta Kjo është ndoshta edhe frika e prindit. e bëjnë Shikoj, ndikon diferencën. dhe frika e Edhe prindit. sidomos kur shohin një fëmijë të urtë. Shiko, kjo është diçka që na shqetëson Shohin gjithë. një fëmijë të urtë Po. edhe hajde ti bie. Unë e kam rastin konkret me tim bie. E bën edhe mësuesi? kupton? Absolutisht. Absolutisht. Unë kam vajt sepse im bir është tip i qetë, nuk të bie në qafë deri në momentin që i bie në qafë. Po. Edhe zysha e tit ma kap kështu nga bluzja. Rroba. Edhe çunin normalisht e kam prit si shok edhe i them, më thot në drek, më thot kështu zysha. Okej, thesh nuk ka gjë. Nuk ja zgjat atit, të nesër më shkoj kapi zyshën, e kapi për kraut në të njëjtën mënyrë që më kap çunin. Edhe më tha kush je ti tha që më kap. Thash ti kush je që kap ti mbir? Jo, po nuk e kam kap. Dëgjoj thash, ne kemi qenë në shkollë. Ka qenë bëris tjetër. Jo. Ishte e re. Me sot e re. Me sot thash nuk ka shans ti të prekësh fëmin tim. Dhe me thënë, imagjinoje kur ekzistojnë në shkollën 9 vjeçare, në gjimnaze, në shkollat larta, është Jo, tmerr nuk fare. është e njëjta gjë. Unë mendoj që nuk është e njëjta gjë, se ne si prindër kemi çik tendencën ta mbrojmë fëmijën tan. Ndoshta edhe më shumë se sa duhet. Po ideja është që duhet më vu pak edhe ndoshta nganjëherë në vendin e mësuesit. Nuk po dal diku. krah, dakor, nuk po i dal krah. Po Deri ideja diku. është që edhe brezi sotëm faktikisht lën shumë për të dëshiruar. Shumë. A kupton? Sepse nuk ka prind që thotë që fëmia im është problematik. Fëmia im shkaktoi një problem në shkollë. Është. Fëmia im ngacmoi, nuk ndodh. Ne përgjithsisht kemi që shoqëria ja ka fajin fëmijës. Po, jo, nuk është familja ashtu, ka ja ka fajin. familja. Kupton? Familja, çdo gjë Edhe fillon nga ideja familja. është që ka patjetër të ka dhe mësues, edhe unë njoh mësues të tillë. Unë kam pas një studio diku në gjithë në shkollë ku këto mësues pinin hashash atje, a kupton? Është ndihem fajtor që nuk e kam bë problem atëherë, por nuk do të dëgjoj, a kupton? Sepse kemi edhe përgjegjësi kur kemi raste të tilla, jo thjesht me zgjidh personalisht dhe me mbaru. Por me që e hape si tem këtë pjesën e marrëdhënies me mësuesët. Duke qenë si ke një djalë adoleshent, është fillimet e adoleshencës. Është fiksa ajo mosha që fillojnë marrin krah. Okej, ti e njeh më mirë fëmijën tënd. Po si do t'i sugjeroje ti mamat që e kanë fëmijën në moshën tënde, domethënë moshën e djalit tat, që kanë dhe një punë shumë të zënë siç është puna jote, se të menaxhosh një biznes me shumë punëtor do shumë kohë, jo më pak para se vinim këtu u vonuam një orë se të morën telefon te puna. Si do ta menaxhojnë këtë marrëdhënien mësues-fëmijë, mësues-prind dhe prind-fëmijë? Mendoj që çdo gjë fillon nga prindi. Nëse fëmin tate rrit si shok, pa i te i kalu kufit e marrëdhënies prind-fëmijë, asnjëherë nuk do jetë problem në shoqëri. Asnjëherë. Në momentin që një fëmijë arrin të ketë pavarësinë e vet deri në një far limiti, jo të te i kaloj, unë të plotsoj çat dush. Nuk ka të plotsoj çat dush, të plotsoj ato që duhen. Deri këtu, po të ketë këtë marrëdhënie dhe këtë mendoj dhe unë. Unë fëmin tim e kam rrit si shok dhe ja u sugjeroj të gjithëve që fëmin të arrisin si shok. Nuk besoj që ka prindër brezit tonë që nuk e kanë këtë marrëdhënie. Janë shumë protektiv. Okay. Janë shumë protektiv, më shumë se sa duhet. Ndoshta mund të them edhe nuk e di, domethënë nuk di si ta shpreh, por që ka prind që ti do bësh si them unë. Jo. Sepse janë brez tjetër, nuk janë si ne. Ne dridheshim ogen kur hyn të prindi në shtëpi. Ne dridheshim kur hyn të zysha në klas. Edhe unë jam shumë dakord, nuk dridheshim nga frika, dridheshim se kishim i çik respekt. Dakord, po ideja është nuk po flasim, ama po të flasësh për gjyshrat tonë, atë shkojnë shkollë fare, nuk mund të bësh krahasim. Ideja është jemi përballë një fakti që po përballemi me një adoleshent shumë të vështirë, sidomos në vendin tonë, sepse informacioni është mbi tepërt. Më shumë se sa duhet. A kupton? Edhe është i pakontrolluar. Po fajin e kemi vet pra. Jo, nuk është vetëm nga ne, sepse ti nuk kontrollon dot. Geni, ne japim fëmijës telefonin. Nuk është gabim, ti japësh të kontrolluar. Ne ti japim fëmijës telefonin 6 vjeç. 10 vjeç ai do më shumë. Po pse jo? 13 do më shumë. Çuni im po. e ka marrë telefonin 12 vjeç. Pse mos të ketë telefon? Këto më thuj pak. Pse?
Sepse e kish përdorin. Jo, Nuk ti e mund ta përdor- menaxhosh. Po Ka sa dush e kanë. tash menaxhimi fillon nga që kur është fëmia i vogël, jo kur shkon në Jo, fazë unë adoleshencë. nuk po them, unë e kam bërë Kur një ta gabim arritet vetë ve- me djalin tim, i kam lënë telefonin shumë kohë, bila i ka fol anglisht para shifës prej telefonit. Ajo është e Kjo keqe. ishte keq menaxhim, nuk erdhi nga telefoni. Po prandaj po them A kupton, duhet me kritiku vetëm rreth Ne duhet fillojmë që kur janë Po, të vegjël, ideja jo është jo tash, kur po jetojmë në brezin, shkojnë- ne po jetojmë në brezin e teknologjisë, të informacionit. Absolutisht. Dhe nuk është gabimi i informacionit. Unë mendoj që gabimi është menaxhimi i informacionit. Ato po them, çdo gjë fillon nga familja. Janë disa kukulla, filma vizatimor në YouTube ose në rrjete në kanalet e tjera, që janë kundër disa parimeve të mia si prind, sepse unë si prind kam të drejtë të vendos për fëmijën tim çat shoh, apo jo? Po, Sa është i patjetër. vogël, si djali im është Patjetër, 5 s'është i vjeç, vogël. nuk është i madh që thosh, okay, të vendos vet. A kupton? Janë diçka që bien parime, ndesh me parimet e mia. Dhe unë them që këto nuk do t'i shohësh. Ajo çan 2 herë, 3 herë pastaj e kalon, a kupton? Do po Dhe kjo është shohet. menaxhimi. Ajo- Po ti ka prind që nuk e kanë problem, dhe s'mund të është ti që se kanë pasur dhe mos ta ketë saj. Prandaj them unë, çdo gjë fillon nga prindi, nuk fillon as nga shkolla, as nga shoqëria. Okej, doli nga shtëpia. Çfarë ndodh pastaj? Në momentin që fëmia im del nga shtëpia, më njofton. Ma, Jo unë doli jam- nga shtëpia për shkon në shkollë, them, ë? Absolutisht. I kam thënë, unë çdo gjë dua të më njoftosh. Nuk E më ka intereson. telefonin me vete. Nuk e merr telefonin me vete, raste të ralla shumë Okej. kur e ka telefonin me vete, më njofto përpara, që unë ta di ku të gjej, unë ta di ku je. Edhe më thuaj, unë rri 1 orë. Ky është kontrolli im. Unë i kam dhënë pavarësinë fëmijës tim që kur ka qenë 6 vjeç. Është, domethënë, jam detyruar t'ja jap, sepse ka qenë vetëm në shtëpi. Unë isha gjatë gjithë kohës në punë. Normalisht ai ishte vetëm. Edhe i thoja, çdo gjë e dua të më tregosh. Vetëm këtë dua nga ty. Shiko, po do vi një moment se ai do filloj mos me tregu. Si do rritet ai. Tani do rritet Do njofi shoqe, do dalë, mos priti të vjerë të thot. Unë nuk jam ajo që ti them ti duhet më tregosh çdo gjë mua. Atëherë bish është me faza pra. Çdo gjë, çdo menaxhim në fazën e vet dhe siç duhet. Jo Okej. të te i kalojmë. Po, ja, me që pash unë kam babin mësues, a kupton? Edhe jam rrit me këtë metodikat që gjithmonë ka qenë shembull për edhe historikisht edhe te shkolla ku jep mësim ka qenë gjithmonë ke mësuesit shembullor që na bën shumë krenar për këtë pjesë. Gjë më e mirë. Ja ndodhi një keq kuptim mes mësuesit dhe nxënësit. Në këtë rast djalit tënd. Ti si prind për shembull, se ndodh, a kupton, është e pamundur tu është nuk ndodh. Ti si prind, si e menaxhon këtë lloj situate? Ose si do ta sugjerosh dikë tjetër se të pas ka ndodhur ajo situata? Unë të thash, në momentin domethënë që më ka ndodhur me një zysh, që nuk më kishte ndodhur kurrë në 5 vite, domethënë në klasë të 5 më ka ndodhur me të. Edhe mendoj që aty fillojnë, sidomos çunat një herë, është faza që fillojnë të lëvizin në mënyrë të tmerrshme. Edhe ka qenë shumë e rëndë për mua, sepse unë nuk isha në momentin që unë se prek fëmin tim vetë me dorë, të vi dikush ma preki me dorë, mu më duke ta, do me thënë, e tmerrshme. Dhe i kam thënë, të lutem shumë, nëse ke diçka me fëmin tim, ma thuaj mua, ti nuk ke drejt. Dhe të njëjtën gjë në mbledhje me prindër, ju kam thënë dhe gjithë prindërve tjerë. Nëse ka diçka që nuk shkon me fëmin tuaj, diskutojeni me zyshat. Diskutojeni me fëmijët e juaj, jo të vishet kapësh zyshën direkt, ti ma ke fajin. Nuk ta ka fajin ajo o shok. Shif fëmin tat një herë atë parë, pastaj shif atë. Dhe unë mendoj që gjithë prindrit duhet nisen nga brenda. Jo direkt që t'ju sulen, sepse ne kemi këtë pjesën që t'ju sulemi zyshave, t'ju sulemi njerëzve, jo po fëmia jonë është më i mirë. Jo, askush nuk është perfekt në këtë botë. Gjithë kemi gabime. Por që çdo gjë me mirë kuptim. Me dhunë nuk zgjidhen gjërat. Me forcë nuk zgjidhen. Të përqendrohemi pak tani tek ti, si Rogova, sa nuk do ta bëjmë objekt se unë nuk jam specialist për fëmijët, a kupton, flasim nga eksperiencat. E ke çunin e vogël dhe Jo, dakord, është tjetër gjë ajo, prapë eksperiencë është. Ka ato që vujnë shumë, ka ato që zujnë fare, ka nga ato që i bëhet krah, fëmia, ka nga ato që i bëhet bar fëmia. Prapë kemi për eksperiencë, nuk kemi ekspert fushës që të flasim për zgjidhje. Do doja dija pak pasi u diplomova, pasi marrë universiteti. Se i bi ti djalit 3-4 vjeç. Vazhdova, neta me çunin pasi u diplomova, vazhdova neta me çunin. Ne kur jemi diplomuar përgjithësi për shembull, e kishim presim për punën, mund të presim, se s'kishim përgjithësinë. Jo, ishim beqar. Unë thash do rri me çunin, nuk prita për punën, thash do rri me çunin tash. Edhe kam nejt 2 vite me çunin, pas 2 vitesh pastaj thash. Sa vjeç ishte? Ishte 4 vjeç. Domethënë deri në momentin që ka hyrë klasë. Ishte 4 vjeç. Edhe 4 vjeç thash mjaft tash se duhet merremi çik me veten time. Sepse edhe veten e lash pas. Po pse mendove këtë për shembull?
Mendoj problem? gen që njeriu sado i pavarur tjetë, prap se prap ka nevojë të shofi njerëz, ka nevojë të... Nuk është vetëm kam mundësinë. Mundësia është jashtë shtëpisë. Jo vetëm kam mundësinë ekonomike në shtëpi edhe s'po më intereson gjë tjetër. Unë këtë domethënë e kam pas, thash 2 vite kam nejt. Pas 2 vitesh pastaj thash mjaft se e kam lënë veten komplet mas dorë. Nuk dilja, nuk bëja asgjë për veten time, e kupton? Pse nuk e bëj? Sepse thoja, po tani ç'a dalun? Shkollën e marrova, gjë s'më mungon, po rri me çunin. Fëmijën e kam. Po, fëmijën e kam edhe po rri, po e kupton, Kjo është një temë tjetër prapë shumë e mirë që më pëlqen. Është kjo ideja që se a di ç'a ndodh? nuk e A di di ç'a vere domethënë. te shumë nëna të reja. Ke rrethi janë shoqëror, familjar. E japin shumë veten mas fëmijës. Shumë. E japin kuptimin në mohim. Japin gjithçka nga vetja dhe lën veten mas dorë. Ai fëmijë nuk ta di për nder ty nëse ti le S'është veten. halli më thon faleminderit, do kupton, po Nuk ideja është është puna të nuk thos je vlefshëm, faleminderit, se nuk do je rritet vlefshëm ai. për asnjë Do ketë gjë. nevojë për gjithë jetën, nuk është halli do ketë nevojë sa më urrit me shkull klasë parë. Unë sot kupton? që e kam si shok, domethënë edhe them, si kam nejt ato 2 vite unë. Okej, shumë mirë, kam nejt e kam shiju, unë e shijoj edhe sot që është 13 vjeç. Por që si kam nejt unë, pastaj i thash mjaft. Po, Mjaft, deri këtu. puna e parë që ke bërë masi mbarove shkollën dhe Ajo ka qenë puna e parë, domethënë kam 10 vite që merrem. me të njëjtën Po, punë. me të Domethënë njëjtën je punë. rrit profesionalisht vetëm Jam me të rrit njëjtën. me pjesën e menaxhimit dhe jam shumë rehat aty ku jam. Domethënë që nuk ka pengu fare kjo pjesa Fare. e të pasurit familje që të Fare. rritesh përderisa arrin mrena një biznesi. Fare, absolutisht fare. Thjesht e kisha, domethënë atë sepse u mësova dhe shkputja, se unë nuk punoja 2-3 orë. Dilja në orën 7 nga shtëpia dhe kthehesha në 6-7 masdite, 12 orë larg shtëpisë. Unë nuk e dija se ç'a bënte i mbir, nuk e dija se ku ishte, nuk e dija se ç'a bëj në shtëpinë time për 12 Dhe si orë. e menaxhoi këtë situatë? Por që kisha mbështetje gen. Po mos kisha mbështetje nuk doja dilja. Baba i fëmis tim. Ai, domethënë, unë të thash 2 njerëz që unë i falenderoj me shpirt dhe jam mirënjohës gjatë gjithë jetës është babi im, pas dritë atje ku është, dhe im shoq 2 që nuk më kanë thonë kur mos e bëj. Gjithmonë më thoshin bëje, edhe nëse është gabim, bëje. Edhe kjo domethënë ka qenë shtysa. Jo, nëse Nuk është jam gabim dal- bëje, thjesht në rast se del gabim. Nëse është gabim, bëje, e mëson që është gabim Jo, dhe nuk e ideja është bën pra më. në rast se na del gabim Nuk e se bën më. s'nisesh me bë gabime. Absolutisht, A, asnjë njeri E provon diçka po doli për keq le të bëhet se Le të mëson. bëhet se është mësim. Pra se. Edhe Se mos thush, nuk- është Jo, gabim, dil bëj gabimin. Jo. Pra se mos. Jo, nuk kemi. Se kemi pak përgjithësi këtu se na marrin Jo, pastaj për jo, ditës. nuk themi, por që mendoj që njeriu nëse nuk rrezikon, asnjëherë nuk do fitoj. Nuk them të rrezikosh të lësh gjithçka mas dore për të arritur diçka. Në rast se nuk e ke problem Por të përmend që- të pjesën e babit. Se gocat lidhen shumë me babin. Akoma sidomos janë në fazën që po thu ti që ke dal vetëm, bosh me fëmijë, rritesh, është një periudhë domethënë e re, gocë e re, mos sa me vogël, 19-20 vjeç sa pas ke qenë. Aq. 20 vjeç kam qenë. Edhe shu kur vdiq babi, kur ndroi jetë. Si e ke pritur? Si ka qenë? Nuk e di gen them me bindje, domethënë që ka qenë periudha më e vështirë, më e keqe e jetës time. Sepse edhe vdekja e tij erdhi në një mënyrë komplet të papritur, domethënë edhe ka vdek me 31 dhjetor. Ndërkohë që unë isha në punë dhe po bësha gati që mbyllja punët e mia, të hypja makinës dhe të shkoja të festoja me të në tropoj. E kupton? Domethënë ka qenë dhe unë e kam përjetuar shumë keq. Rash në depresion pas vdekjes babit. Domethënë nuk as më interesonte fare as çuni, as familja, as asnjë gjë, fare. Isha bërë si robot. Sa zgjati kjo periudhë? Deri në momentin që ka ardhi mbir dhe më ka thonë mjaft. Sa vjeç ishte djali? Djali 10 vjeç. Okay. Se para 3 vitesh ka vdek babi. Djali ishte 10 vjeç, më shifte në atë gjendje, domethënë që as haja, as Sa pija, zgjati si periudhë kjo? 3 muaj herë kështu. Nuk Si tha djali më thuj pak? kam vajt nga puna në shtëpi, isha me rrobat e zeza. As pranoja këshill nga askush, as mirë ju thosha të gjithëve. Edhe ka ardhur te dhoma dhe më ka thonë, "Mam, thash ha jet, të lutem, tha të përgjërohem. Hiqi tha këto rrobat e zeza, tha se gjyshi ka ikë në paraj sa nuk kthehet më. Tha ti më duhesh mua." Kjo ka qenë domethënë që ajo që mu më ka bot kthehem veten time edhe një herë. Çfarë bën një djalë të kësaj moshe të arrit shprehet kështu? Ndoshta mënyra se si e rrit. Ndoshta.
Ndoshta jo 100%, po 80% mënyra se si e rrit një çun të shprehet. Unë kam përshtypjen që është çike më e vështirë të rrisësh një djalë se sa një vajzë të periudhën e adoleshencës. Vajzat nuk e di si janë, por që Unë e kam të vogël edhe por që çunat nuk e di, nuk janë as të vështirë, jo. Po ditët i menaxhosh, jo, nuk janë fare të vështirë. E gjithë puna është te menaxhimi i fëmisë, po as mirë, çfarë tjetër. tani një pyetje që më lind kështu spontanisht. Kush është faza jote e radhës në karrierë? Next step. Me planet tuaja, se është këtë gjë çfarë mund. Unë kam një gjë që them, planet i bën vetëm ai i lartë. Ne ja shprehim atij. Po, domethënë Dhe ai i lartë i zbaton, sepse planet je re, ne a si kupton? Domethënë karriera në një farë mënyrë sa ka fillu, se 10 vitet e para janë fillim karriere. Kush është hapi jot i radhës në karrierë? Se tash u rrit djali, a kupton? Fillon bën 10 krah Gjeni ndoshta. themi atë që është, mendoj dhe shpresoj shumë që unë të hap një biznes timin dhe të merrem me gjërat e mia. Kjo është ajo që dua dhe kismet Zotit. Në përditshmërinë tënde. Se më duket shumë interesante kjo marrëdhënia me një 13 vjeçar, se nuk është i vogël. 13 vjeç nuk është i vogël. Apo plane me atë ti? O, sa plane Jo plane përditshmëria, plane jete. Plane jete, sa dush. Sa që një ditë duke bërë muhabet me të, më tha, e di, tha mam, thash urdhro. Tha, shumë shpejt tha ti do rish tha si princesh, tha do të vi tha me makinë tha dhe do të hap derën tha kështu tha si princesh. I thash po pse? Se gjithë jetën tha ti ke punu për mua, për zotin. Domethënë ajo ka qenë, nuk e di, janë disa gjëra që kalamajt i ngulitin shumë në kohë. Atëherë është merit patjetër asaj që the ti, edukimi që i bën fëmijës. Në moshën 13 vjeçare fëmijët e kanë mendjen ke shokët. Ke adoleshenca që është një problem shumë i madh që e kanë mendjen te shoqëria. Unë nuk e pengoj te shoqëria, nuk e pengoj te shokët, por që i kam thënë, për veten tate, jo për mua. Për veten tate zgjidhi shokët, sepse ti i njeh pak a shumë ata që rri me ta. Është një pyetje që e bëj shumë vetëve, që po të kthehesh mbrapa. Me këto mend që ke. Çfarë do bëje ndryshe? Dhe për çfarë nuk pendohesh as edhe një herë? Të them të drejtën, për të penduar nuk pendohem për asnjë gjë fare. Nëse bëj diçka e bëj edhe nuk e kthej kokën më mbrapsht. Ndërsa për të ndryshuar nuk mendoj që do ndryshoja diçka specifike, që mund të them këtë do e kisha bërë ndryshe, përveç se faktit që kam qenë shumë e ndrydhur, domethënë për gjërat e mia. Këtë do doja ta ndryshoja, nëse do kthehesha mbrapsht do e ndryshoja shumë këtë gjë të vetja ime, sepse kam qenë shumë e ndrydhur për gjërat e mia. Jo se e bëj më vonë, jo se domethënë më shumë ajo pjesa e mentalitetit se çfarë do mendojnë tjerët për mua. Vetëm këtë gjë domethënë do e ndryshoja. Gjë tjetër. Një gocë familjare, një mosh pjekurie tamam, menaxhere një biznesi të suksesshëm në një adoleshenti, do doja të dija sa e rëndësishme është të merresh me veten dhe si të merresh me veten. Është shumë e rëndësishme. Të thash është, domethënë dhe ju them gjitha femrave, sidomos nënave, se femrat domethënë femrat që s'kan kalamaj janë më ndryshe. Po, është tjetër, prandaj jo më kote përmenda, ha? Por që sidomos nënave një herë, nëse e le veten pas dorës je as për fëmin, as për burr, as për familje, as për asnjë gjë. Zero. Nuk e them me bindje të plot që nuk ka çana duhet as puna, as asnjë gjë nëse nuk jemi për veten tonë. Nëse jemi për veten tonë, pastaj jemi për të gjithë. Po mirë, shumë an kohë, nuk kam kohë. Absolutisht. Është justifikim ajo, nuk kam kohë. Nëse do kohën e gjen për çdo gjë. Secila nga ne, çdo nën ka gjysore kohë për veten e vet. Jo më shumë, gjysore. Pse mos ti kushtosh rëndësi vetes tate? Po raporti jot me shoqërinë. Sa kohë ke për shoqërinë? Sa kohë ke për shoqërinë? Unë gjej kohën, të thash, është justifikim pjesa e kohës. Nëse don, unë momentin që nuk dua të them s'kam kohë. Nuk është justifikim ajo pjesë. Çfarë ti do? Jo, është justifikim. Unë gjej kohë për shoqërinë, gjej kohë për familjen, gjej kohë për të gjitha. Ti më the që familjen prindit tu janë tropoj, kjo është sfidë prapë, kupton se është larg, nuk mund të marrësh rrugën. Absolutisht, por që nëse don thash, e gjen mundsinë. Një fundjavë e gjen mundsinë, hyp makinës, ik në tropoj një ditë, kthehesh. Aty është, 3 orë rrugë janë. Është një shprehje që unë e them gjithmonë, që e kam dëgjuar nga dikush patjetër, që nuk ndihmon dot dikë, po s'hoqi nga vetja. Absolutisht. Kështu që duhet më heq nga koha jote, ose më pati thënë herë dikush që më kërkoi një ndihmë,
edhe më tha mua që mos më thuj ende këtej, po të kërkoj ndihmë dhe mos prit që do më ndihmosh mua kur të marrësh hallet tuaja se s'do të marrojnë kurrë. Absolutisht. Kështu që po të kërkoj ndihmë dhe ma jep ndihmën dhe mbaroj muhabeti. Por që edhe ndihma ndonjëherë Është tjetër gjë, pastaj. Është tjetër gjë, po flasim për njerëzit të afër. Koha është e menaxhueshme nga secili. Nuk ka justifikim kohë, jo, unë nuk kam kohë. Kohët e fundit, siç folëm edhe më parë, nga informacionet e tepërta, këto fitet e rrjeteve sociale gjitha, kanë dalë këto psikologët e TikTokut i thënë. Aman. Edhe ishte njëri që më pëlqeu në fakt, edhe thotë që domthon një djalë i martuar duhet të ketë përgjithsisht shoqërinë të martuar. Jo fare. Një gocë e martuar përgjithsisht do ta kesh shoqërinë e martuar. E pse do ta ketë martuar? Ma thuaj ti prapë pse. Sepse jemi ne. Nuk po e mbroj unë, jo, thjesht më pëlqeu edhe më troqi vëmendjen. Edhe unë po e shtroj si pyetje, pse duhet ta ketë një Jo domosdoshmërisht. Absolutisht. Unë pse duhet kem shoqëri të martuar? Tash ti them unë një shoqe që kam zë shembull gjen. Një shok, 10 shoqe që nuk janë martuar më valla. Shiko, nuk po flasim ato që jemi rrit. Pse duhet? Ore, nuk jemi rrit, mund ta njoh në një ambient pune. Mund ta njoh në një kështu, edhe shoqëri nuk është. Unë flas pak nga vetë ime në fakt se nuk i njoh, këto njerëzit e ri që njoh siç po njohim me ty sot tani, e kupton? Dhe jo domosdoshmëri gjithë të ftuarit e mi do të jenë të martuar. Po e kam fjalën kur themi shok 2 ose 3 janë. Shok sot është e vështirë. Jo miq, nuk po flasim për miqsinë tonë, rrethin tonë miqësor, po shok 2 ose 3 janë. Shok është e vështirë. Edhe logjikisht nuk bën sens që unë 32 vjeç të shoqërohem me një djalë 19 vjeçar, që ta kem atë best friend. Dhe kjo ishte ajo që donte të thoshte. Ama unë 32 vjeç, i martuar me 2 fëmijë, mund ta kem shok një djalë 40 vjeçar të martuar me 2 fëmijë, edhe pse është gati 10 vjet më i madh se unë. Po edhe mund mos të jetë martuar. Jo, e kam në sensin që qëllimet, përditshmëria dhe angazhimet janë pak a shumë të njëjta. Të njëjta për ma kupton, sepse nuk është jo që s'don, por është pak e vështirë të mbash shoqëri të vazhduar me një djalë. Unë për shembull kam kohë të lirë, ama ka momente që kam kohën super të zënë. A kupton? Ama dikush i merret e ka përditshmërinë si puna ime. Jo domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht. E kam fjalën që përditshmëritë të përputhen. A kupton? Dhe kjo është ideja. Sepse për shembull, se nuk duhet të flas më shumë unë, po. Ai që po shpjegonte që po përmend atë citimin e tij ishte sepse ideja është që 27 vjeç është mosha mesatare që martohen njerëzit pak a shumë, a kupton? Edhe një beqar, 22-3 vjeçar, i ka pak shef parti të gjërat, a kupton? Po pse këta të martumit nuk i kanë? Ashtë të gjë. I kanë më shumë se beqaret. Jo, unë për vetëm nuk i kam. Vetëm ju ka dalë nomi kot këtyre. Unë nuk i kam. Po si ke ti? Edhe shokët e mi nuk i kam. Nuk flas për ty. Jo, edhe shokët e mi nuk i kam. Flas në përgjithësi. Jo, të gjithë ato që njohën familjarë që nuk e kanë qef. Ti nuk e ke qef, por që ta them një gjë. Nëse ti shkon në një klub, thjesht për të pa, mos shko për shefin tënd. Nëse ti nuk gjen, dëgjoj, nëse ti nuk gjen 60-70% sa veta janë në numër? 15, 20, 30, 100, 200, je 3 milion shqiptar. Nuk mund marrësh për bazë. Gjeni po flasim për hapësirën e një klubi. A di kush është problemi? Ajo që edhe unë kam edhe si synim që nuk më pëlqen fare në Shqipëri, promovohen shumë të gjërat e këqija. Absolutisht, nuk është promovim. Po sa çunat mirë ke martuar që janë familjarë po kushtuar gjitha. Jo më jo si dalin në rrjete sociale se ka emisione televizive që bëhen shkojnë i rrin mbrapa këtyre. Po e kam fjalën që unë po flas për njerëz që kanë vlera, nuk po flas për njerëz që janë. Ne flasim për familje. Unë për veten time, unë nuk e kam bërë asnjëherë atë lloj jete, përveç kur ishim studentë që mund shkonim në herë në fest, që ishin gjithë studenta. Vallai edhe kur kemi qenë studentë edhe nuk kemi shkuar. Po se s'kishim lekë, aman se 5000 lekë në ditë kishim atëherë. Për urbane, për të shkuar në shkollë, për libra, për gjitha, se ashtu ishin mundësitë e prindërve, e kupton. Po e kam fjalën që po flasim për njerëz që janë me mendjen kokë, nuk po flasim për njerëz që kanë mendën të shkojnë të çmenden atje. Po ideja është për shembull që vetveti ju ndikon. Nuk më thosh ndikon. Nuk ndikon, jo, ajo ndikon shumë. Edhe prandaj unë do thoja që unë për shembull i them bashkëshortes time shumë shpesh herë, kupton që unë jam shumë social. Ajo nuk është si unë, a kupton? E i them, shiko, ngajherë do të jesh detyruar me dal me ca njerëz. Prandaj them. Edhe detyroje vetëm me dal. Ama del me njerëz që kanë pak a shumë përditshmërinë në kohën e lirë, po them, nuk po them. Jo të lësh gjërat e tua dhe nuk të dalësh. Se mos të dal sikur unë po them tani që bëjeni kështu. Kur ke një kohë të lirë, duhet dalësh edhe me njerëz që i përshtaten përditshmërisë tënde, por edhe me njerëz që jetojnë pak më ndryshe nga ti sepse edhe mëson. Edhe mëson prej tyre. Ma kupton? Kjo ishte ajo që desha ta shoj. Ato thash dhe unë pak më parë. Jo gjithmonë sepse ne kemi këtë pjesën që edhe sidomos thash ne nënat. Kur bëhemi nëna ne mbyllet gjithçka aty mbrana shtëpisë. Jo, është gabimi më i madh që bëjmë. Absolutisht. E themi jo tash se ne kemi fëmijë.
Fëmijët i kemi, shqyqysh Zoti që na i ka dhënë Zoti fëmijët, kujdesemi për ta, por që në radhë parë mos të harrojmë veten. Mos të harrojmë veten. M'fal, çfarë ka shoqja ime? Ajo ka fëmijë dhe ajo, ndoshta ajo ka kohën më të plotë se unë. Po tani ajo më thret një herë, 2, 3, unë mos t'i dal, se jo kam fëmijët. Kjo na bën ne, kjo na mbyll ne, na frustron gjatë gjithë kohës, edhe pastaj bëhemi agresiv me veten tonë radhë parë. Kjo është problemi më madh. Edhe na e ka fajin, kush na ka fajin? Jo na ka fajin burri, jo na ka fajin vjerra, jo na ka fajin vjerri, jo po ky, jo po. Jo, faji është i joni. Çdo gjë fillon nga ne. Dhe unë kam thënë dhe ju them gjitha nënave. Nëse doni veten, ju doni gjithë, edhe ju duan gjithë. Du një mesazh që ta mbyllim nga ti për të gjithë femrat dhe jo vetëm që janë të angazhuara maksimalisht me punën, me familjen, me shoqërinë dhe me edukimin e fëmijëve. Një fjali, formuloje si dushti, po Unë sa po e thash gen, nëse një femër nuk është për vete, nuk është për asnjë. Sidomos ne nënat. Dhe të rrisësh fëmijë në kushtet mira, në kushtet këqija s'ka rëndësi, por që fëmia është tysa më e madhe që ne mos lëmë veten mas dore. Çdo gjë fillon nga ne. Dhe ju lutem gjithave që mos ta lini veten mas dore për as edhe një lloj gjëje në botë. Kam shumë pyetje në fakt, po nuk ndoshta në një bashkëbisedim tjetër mund t'i zhvillojmë se na kanë dalë aq shumë tema. Kjo është ajo e bukur e spontane në fakt, se unë nuk e dija. Edhe po ta vazhdoj do shkonin në orë të tëra për ta vazhduar këtë. Të falenderoj shumë që pranove ose që kërkove, që kërkove ta ndash eksperiencën tënde, që realisht edhe mua më pëlqeu shumë ç'a the. Edhe mezi presa ta bëj montazhin tani që ta postoj. Të falenderoj shumë që erdhe. Nuk kam çmë thënë tjetër. Faleminderit ty dhe të uroj vetëm suksese.